Unë nuk dua lidhje për të kaluar kohën, i thash. Po si do martohesh me mua kur s'e divorcove për ne parë? Kishte dorë kudo që vinte, kishte marrëdhënie të tjera jashtëmartesore. Kleva pak a shumë kuptoi. Po nuk janë nëna. Nëse keni nëna të tilla, nuk keni që doni. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni duke u abonuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim mund të sjell një djalë të ri, në fakt quhet Klevio, dhe për të gjithë besnikët që ndjekin çdo paradite live-et e mia, e kam parë përpara disa diteve Klevion, një 24 vjeçar nga jugu i Shqipërisë, i cili denoncoi nënën e tij, që e kishte braktisur dhe mbi të gjitha ai tregoi historinë që nëna kishte tradhtuar babain, ishte larguar, edhe kur ishte vajtur në Greqi dhe kishte jetuar me nënën, kjo e fundit sërish kishte braktisur partnerin e dytë, një denoncim shumë i rëndë në fakt. Dhe ditën e sotme Klevio kërkon të jetë sërish këtu në live me Odetën, por jo vetëm. Ai do të jetë me partnerin e dytë të nënës së tij, një shqiptar i cili jeton në janin të Greqisë dhe ka bashkëtuar 7 vite. Por dhe ky i fundit kërkon që sot të denoncoj nënën e Klevios, sepse jo vetëm që e ka braktisur atë, nuk bëhet fjalë për dashurinë, por të tjera probleme që ai është drejtuar edhe gjykatës. Por çfarë ka ndodhur do të jetë zotëria me Klevion vetëm pas pak me mua, por fillimisht për ata që nuk na kanë ndjekur, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër kur 24 vjeçari ka qenë me mua këtu në live. Motrat ja bën këtë. Motrat e ndan nga babai, motrat e lidhen me këtë tipi, dhe motrat zgjidhin nga këtë tipi. Motrat i lanë një djalë në mes të rrugës. Iku, edhe një javë, 2 javë më vonë, nuk më hapte telefonin. Po mirë Odeta, e mori atë tjetrin. Po nuk me duan këta motët, po sikur ti thoshte mamaja ime, motës të saja, ndajet i burin, ndajet i djalë, do ta ndani motrat të saja, familjen e tyre. Jo, ndërsa kjo dëgjon motrat, bën si ton motrat. Unë du kërkoj maman time, kush janë ndezet e mia të prishin mua familjen time, ndal nga babai, më ndal nga babai ndezet e mia. Ma dal nga buri 2. Ma dal nga buri 3. Bie mamani them unë, do më vesh ushat. Jo, nuk traj po maman ti, as unë jam më domethën motrë saja. Por unë jam djali, shekët i para mua, jam djali, kush e ti të bësh mua në ka motrë, kush e do më shumë. Unë tani që kam mama, apo ti që ke motër. Unë them të kthehet. Mos dëgjoj më motrat, që dëgjoj vetën e saja, dëgjoj zemën e saja, që bë me babajnë tim, okej, unë da, u bët, të ndajem, që filloj jetën nga zerua prap, t'i haroj të çdo gjë, mos dëgjoj dhe motrat të them një prap, ta përsërit që dëgjoj mirë mama ime, se që shumë motrat, të kthej këtu. E dëgjuam Klevion këtë denoncim të rëndë që një djalë i ri bën për nënën. Mirë, do hap dritaren sepse Klevio është duke mpritur me ish partnerin e nënës. Tashmë të dy janë bërë miq. Ajo është larguar në një vend tjetër të Greqisë, se ka braktisur edhe partnerin edhe të birin, dhe ata të dy, le të themi, kujdesen për njëri tjetrin dhe kërkojnë të jenë sot me mua, kështu që e hap dritaren dhe i përshëndes të dy. Përshëndetje Klevio, përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Atëre edhe për audiencën dua të prezantoj që ju jeni ish bashkëshorti, partneri i nënës së Klevios. Po. E qartë, ju kërkoni që ditën e sotme mos ta zbuloni imazhin dhe unë do respektoj vendimin tuaj, jeni me imazh të mbuluar, por kërkuat që ditën e sotme të ishit në një live me mua dhe të tregonit historinë. Po. Do e nis me ju intervistën ditën e sotme dhe më pas do flas dhe me Klevion. Por çfarë ka ndodhur? Unë jam njohur nëpërmjet motrës. Së saj. Bëhet fjalë çfarë viti? Motra ka qenë një fshat, unë punoja në fshati me trepti. Dhe rast në muhabet me motrën e saj, madje pleqin atë fshatin. Dhe e mori vesh që unë isha i divorcuar. Më tha, kam unë njeriun tim, tha, t'i japëm me telefonit, tëndë, tha, ma nëmë me telefonit, dhe ja dha. Dhe nuk më tha që e kishte motër, po një njeriun tim. Më merë pas sa ditësh e motra e saj. Dhe më thot, jam një shoqe e filantës. Në që ose duhet të përfil dhe emrat e motrave i përfil, se ka problem. Por që për momenti mos t'i përmendim emrat e tyre dhe nëse ato duan të reagojnë, unë i pres në live. Po, dhe unë për ato që flasë, më bëjmë gjëjsi për çdo gjë që flasë. Se janë gjëra të vërteta, janë
Nuk di të shtoj atë. Pra, ju po më tregoni që në momentin që u prezantove me nënën e Klevios, ajo të gënjeu duke thënë që nuk ishte motra e saj. Në telefon fillimisht. Po. Në fillim fare, tha jam një shoqja e Filankës, tha, për motrën e saj. Dhe më dha numrin tënd, tha. Dua një lidhje me ty, më tha, mora ti je i divorcuar, e di dhe shumë mirë që unë jam i divorcuar, e motra, se ja kisha thënë. Po. Dhe me dokumenta me tëra. Nësa ajo, po tha jam një shoqe e Filankës. Duajmë një takim, tha pimi kafe, pranova të pimi kafe, më tregoj pak histori, dhe pastaj në atë mohabet më prezantua që jam motrë e Filankës. Të tregoj të vërtet. Po, unë jam motrë e Filankës. Me ta pëse më gënjeve në fillim që e ishte bënde organizirë. Nuk e pash, do më thënë që fillim kështu, do më thënë që në reagimin në ato që kishte gënjeshta kështu se unë jam vjekur njërë në ato gjëra dhe do më thënë kam mësuar shumë nga jeta dhe nga divorci në Kosova dhe në tëra dhe i them ti e divorcuar me burin që ke patur? Unë ika tani s'kam marrëdhënie me të, një tjetër, je divorcuar apo jo, do divorcohem. Dhe aty filloi pastaj lidhja. Kjo punonte në Pleq. Unë isha lidhur me shumë tregti që jem dallë tregti ambulante. Dhe vija shpesh në merrte në telefon, vija shpesh në shtëpi aty. Pronari që mbante plakën kjo i prezantoi për mua do të thënë është buri tim, sepse unë jam divorcuar me burin e parë. Dhe aty në ky pronar që fillimisht u njofa unë, erdhi dhe djali njëra dy Klevio qështu. Pra, ju nisët një marrëdhënie dhe bëhet fjalë për çfarë viti? Nisi kjo marrëdhënia juaj? Para 60 vjetësh, se mbajmë në mirë viti, po 6 vjetë po njerë, po edhe 70. I bie 2018-2019. Bravo. Edhe para koronës mirë thash. Po. Para pandemisë. Aty erdhe djali, lartë poshtë merja unë djalin dhe doganë, kalon në doganë me pasaport djali me dokumenta. Kështu pasaport tërmëjon, jo me dokumenta djali. Kur kishte nevojë kjo çonte gjëra në autobusi i Gjirokastrës për në Gjirokastër që dërgonte në Sarandë. Tëra, më merte mua dhe vija unë aty, e ndihmoja, se unë vija dhe shpesh në Shqipëri që mesha me tregti fillaperi. Këtu, më lejo të pyes, zotri. Në këtë moment, Klevios është dhe Klevio aty dhe mund të apohoj. Në emisionin e parë, Klevio tha që në momentin që unë erdha në Greqi dhe takova nënën, ajo nuk më tregoi për bashkëtesën që kishte me ju dhe më ka gënjur. Keni qenë ju i pari që ja keni treguar Klevios? Do t'ja them, po ja kam treguar. Kur ka në Klevja tu, Klevja kuptoj që është djali i rritur, pavarësisht se ka ca probleme të tjera, domethënë nga mungesa e nënës në moshë minore, se fëmijët kalojnë në dramë dhe kur divorcohen dhe kur liren vetëm, kur janë sidomos nga nëna. Dhe Klevja pak a shumë kuptoj që ditën e parë që solla unë, në dogana, kjo më merte mua shpesh në telefon dhe Klevja që në makinë. Që eshte me mua, bënde dhe Klevio e ka marrë në telefon direkt dhe i tha për të vija aty do flasin privatisht, i tha mamas tje. Edhe unë e këptova, diçka të t'i thoshte do më thëmë për marrëdhënien tonë. Nuk e di Klevio do t'a thot vetat pasaj, nuk e di se biseduam bashkë. Kjo më tha mua ka kuptuar djali, një tjetër, i thash unë djali dhe ta kuptoj, i thash ti duhet t'i thash vetë djali, i thash marrëdhënien tona, i thash. Unë nuk dua lidhje për të kaluar kohën, i thash. Për të kaluar kohën njerëz gjejnë kudo, s'është e thënë ashtu. Unë desha lidhje serioze, se kështu kam qenë të jetën time. Unë kam pas gruan familjen, edhe më vonë nuk kam dashur të brindja ndaj te, si thonë, po kam dashur të krijoj një familje.
familja është e shenjtë, njeriu nuk mund të E qartë. pret rrugëve, dhe nga aty djali shkoi në Athinë pas ndaja, siç e shohëm, iku në Athinë, deri ca ditë në Athinë, muaj më duhet, edhe u kthye prapë. Mori shtëpi djali këtu, në një vend tjetër, jo këtu ku është tani. Çdo gjë u regjistrua në emrin tim, se këta nuk ishin dokumenta fare, as ema, as djali. Ema dhe aktualisht është pa dokumenta, është në e paligjshme këtu në Greqi, po ashtu dhe motra me gjithë burrin që kanë këtu afër, se kjo e motra që më lidhi mua, kjo më divorcoi prapë. Kjo ishte shkaktare. Ndalemi këtu, sepse prandaj ti ke hyrë në këtë live për të treguar historinë me partneren tënde që është nëna e Klevios, dhe unë shikoj që Klevja në këto momente ka emocione, duket nga veprimet lëvizjes që bën, ka emocione dhe nuk ndihet mirë. I dashur Klevjo, nëse nuk ndihesh mirë, mund të largohesh, dhe unë flas vetëm me zotrin dhe pas pak mund të hysh prapë në live dhe të flasësh me mua. Se ndoshta nuk ndihesh mirë kur ai po tregon historinë me nënën tënde, ti je djali i saj dhe çdo fëmijë sigurisht nuk ndihet mirë kur dëgjon diçka për nënën. Unë nuk kam emocione fare, unë thjesht kam pak i që mua më thonë ndryshe, ajo, këti po ndryshe, kupton. Mua më thoshte se kisha në gjë. Tani kisha në gjë, pastaj me mua më honde, më thoshte mua mos tu atë se kam burr, ki më thoshte mua të kam grua, pastaj u talleshte me mua, i thoshte mos i po dokumenta djalit tim. Tani kujtimi si ishte rregulla këtu, këtu më ndihmonte. Pastaj e kthente, thoshte nuk kam mos unë shishëron time, atë unë se duar se kam burr. Talleshte me tore, dhe me këtë me mua të dy bashkë nga matë varur. Ti dëgjove fjalët e mëmëzet që tha, edhe pastaj tha, që dokumentatat e po antej. Pastaj dua unë qelebrim me sto zori, tha, dua qelebrim me sto zori, tha. Djalit mos ja bër, tha. E qartë, mirë, më lejo të vazhdoj. Më lejo të vazhdoj me zotrin që të flasim. Ju keni hyrë në këtë live për të treguar këtë ngjarje dhe padyshim për të denoncuar nënën e Klevios. Çfarë ndodhi mes teje dhe zonjës? Gjatë kohës që domethënë kjo rinte në pleq, punonte me pleq, ditë mbas ditëve, shoqëroheshin bashkë për kafe, për dilnim bashkë. Dhe po Klevja rinte në shtëpia që thash, shtëpi e parë, dhe aty punonte një punë kështu pa dokumenta, siç ishte, nga fonte pula për dësertore. Vazhdoj nëse vazhdoj aty, ndron shtëpinë pastaj se nuk ishte shtëpi e mirë, ajo sol poshtë Klevën në shtëpi tjetër më të mirë. Kjo për ato kohë prap mua një farë periudhë erdhi kunati saj nga Kalamata, erdhi këtu, buri motrës, dhe pi një kafe bashkë me të. Kjo e kishë bërë muhabet me kunatin, që kështu unë kam një lidhje me këtë person, për në mua. Dhe ata i kishin thënë, më pa mua se më piva kafe, dhe i kishë thënë, ai është djali mirë, është njeri mirë. Dhe në qoftë ai është dakord, merre. Lidhë me të dhe të jetoni. Jo bashkëdorë, po të jetoni. Kjo me ti për ata se solla nënën me tu, se ishte smur nëna, edhe erdhën dhe vetë nga Kalamata që vizitua nënën këtu bashkë me motën e saj dhe kunati, buri motës. Kjo filloi të më lutej mua në moment, më thosh mua, hajtë martohemi se më tha dhe kunati që është njeri mirë, dhe ashtu, i thash, je divorcuar me burin e parë, apo jo? Po jo. Po si do martohesh me mua, kur si divorcuar me burin e parë? Me babain e Klevios. Nuk dua njeri, as më në një do të mashtroj për momentin, as ashtu. Ti, në qoftë do të bashkëtosh me mua, më thuaj që unë dua të bashkëtoj, po prapë do të jesh e divorcuar me ligj. Që të më njohësh. Po. Po. Po jo, unë të njofa, unë kam njohur e kemi kaq po bashkë, nuk e mbaj më në vitin që ashtu, po ishte shumë po më vonë, domethënë që erdhi motra e Kallamatës me gjithë burin që vizituan të më këtu. Asyt me probleme që ishte. Dhe kjo shandeja pastaj vazhduan prapë, sigur e qetësova në çik, kështu dhe unë gjithmonë ajo më thoshte, unë
i thosha duhet të shkëpusë qilibrimin pa tjetër. Ajo nuk e shkëpuse. S'ka gjë, mirë jemi dhe kështu. Po qysh mirë jemi dhe kështu? Unë nuk kam garancinë aty, i thash, që mirë jemi kështu. Unë duaj garancinë nga aty, thash, nuk duaj njeri për të kaluar kohën, nuk duaj njeri. Por çfarë dyshon ti, zotri? Çfarë dyshon ti vet? Duke ditur që ajo me babain e Klevios kishte vite që nuk jetonte më. Për çfarë nuk e divorconte? Nuk e di arsyen. Ajo ta theu pak vonë arsyen. Dale mor ti do. Vazhdo mos. Ja, ta dëgjojmë, ta bëjmë në formë bisedimi, zotri. Mirë, le të flas. Klevios. Po diçka që unë di, do flas edhe unë ta për çfarë di, aty s'di nuk flas dot. Dhe çfarë di ti? Çfarë di ti që nëna pse nuk e bënte divorcin me babain tuaj kur kishte vite që sjetonte dhe me zotrin që ke në krah ajo kishte disa kohë që bashkëtonte? Ku erdhi kjo në fillim, këte nga Greqia, këtu ku jam sot, erdhi për punë, të rinë sa të rinë prapë në Shqipëri. Po, këtë na i ke thënë. Me babain tim. Me babain tim nuk i thanë që asë më nuk i thanë që. Më kupton? Po shko për dhe mos të s'po t'pajgjë. Të dalje moda. Të dalje moda. Jo, ideja është kjo, ti ke në një dyshim Klevio që pse nuk e divorcoi babin tënd, e donte akoma babain tënd, kishte në një interes. Jo që donte, për mbante varru nga ana ime, e kupton? Se ishte ti në mes. Jo, nuk e kishte nga ajo, duhet të thënë unë të flasë. Po, zotri. Nuk e lidhe do të gjera dhe nuk e... Kjo ishte mësuar dhe si pas djallit saj që kjo kishte marrëdhënie të tjera jashtëmartësore dhe me persona të tjerë gjatë kohës që ishte me baban e saj. Dhe kjo mbase donte edhe me mua të bënte të njëjtën gjë. Me burrat, donte siç kishte bërë me të parët. Ja 3-4 që tregon Klevia para babait të saj, para babait të tij. Edhe pastaj edhe këtu në Greqi kishte një lidhje me dikë që ma kishte treguar edhe vetë mua. Edhe unë të këtu dyshoj, do me thënë që s'donte të shkëpute, se nuk donte që të lidhesh me njeri. Të bënde një martesë të dytë, zyrtare. Që të bënde një martesë të dytë, se ajo prapë mendjen e kishte që të divorcoj, si që bëri. Bile do të arrijnë në atë pikën tjetër që kemi bërë dhe shpallje bashkë në shtator, në 10 shtator. Kemi bërë shpallje në të dyja bashkitë, se unë jam bashki tjetër Sarandë dhe unë, dhe në bashki tjetër, në bashki Sarandës është edhe zonja. Por, çfarë ndodhi në bashkëtesën tuaj 7 vjeçare? Që ju përfunduat në ndarje dhe në një ndarje një fortëri. Më vinjente shumë e pasere, vinjente dhe nuk i pra më të vinjeshtrat. Jo, kështu është kur e vërtetoja unë në qeshte bënde i ilustronte gjërat. E kam ndihmuar në maksimum, kur ajo kishte diçka për të ndihmuar nga mua, se unë jo për mburje, por unë jam me shtetësi, komësi dhe shtetësi greke këtu, dhe kam avantazh se një shtetas grek merr si nga dokumentat dhe tëra. Se kjo po të mërte dokumenta, po të bënte martes me mua, kjo kishte shumë përfitime. Ato kisha përfitimu si shtetas grek, se dhe ajo do të quaj bashkëshorët e grekut edhe kishte të njëjtat përfitime. Kjo her pas here, do të thënë kur kjo kishte nevojë, unë na njerë ka kundështoja për t'i blerë mendjen në saja, jo s'më ke mua ati që të bëj këtë ndihmë, s'më ke mua ati, thosha, në kuptimin e radhës për t'i dhënë kësaj të kuptonte që kjo më thoshte kur kishte hall të kam burr. Të kam burr, po si më ke burr pa dokumenta, pa letra? Pasandaj, kur herë tjetër ashtu jo s'kam bime të fare. Një herë në 2024, si duket kishte këtë lidhje në fundit me një mashkull tjetër që i kishte bërë dhe kishte prezentuar në Messenger me atë mashkullin. Edhe nuk edhe foto atje i kishte dërguar ai në Messengerin e saj, ai këtë ja zbuloi djali i saj Klevio. Aty unë tani e mora vesh, do me thënë që deshi të bënte një shkëputje, një sekuencë në një javë 10 ditë me mua, mi preu telefonatat, edhe më thosh mua do jemi shokë shumë, po nuk do jemi... Çfarë thuaj, thash? Çfarë do të bëni, thash?
Të bëj një pyetje tjetër zotri dhe do të bëj një pyetje dhe ta vazhdojmë historinë, do të dëgjoj me vëmendje. Ju keni bashkëtuar bashkë, le të themi, në të njëjtin qytet, se shtëpitë keni patur të ndara. Distancë, ajo ka qenë përpleq, ka qenë natë e ditë përpleq. Nuk e ndani çatin bashkë, e kuptoj. Afërsisht 7 vite që e ke njohur nënën e Klevjos. Besoj që ti e ke dashur që ke qëndruar 7 vite me të, se po mos ta doje nuk do qëndroje. Po, kam dashur, e njoha dhe mirë, pavarësisht e çdo njeri ka kusuret e tij, themi, nuk është komplet, do të thotë të mira të tjetë i pulluar. Kjo kishte një psikologji shumë, ngritë zërin ashtu, po thash, u njoha me këtë, se nuk dihet se me njeri mund të gjej njeri tjetër, dhe sot mund të gjej njeri tjetër, po do të njihesh se siç janë forat dhe siç janë bërë femrat sot, nuk dua të paragjykoj asnjë, po është frikë të gjesh një njeri për të martuar. Ajo me sa po kuptoj unë, nëna e Klevjos, por edhe po ju dëgjoj dhe juve, edhe që më ka treguar Klevjo, ajo mund t'i ketë mbaruar dashuria dhe ka dashur të ndahet nga ju, të largohet nga ju. Nuk është kjo, jo. Unë them se nuk ka patur fare dashuri për mua ajo. Ajo si është të ndihmoja se ishte pa dokumenta, jo për lartë e poshtë, jo ande të kështu televizte me mua, se ikte një plak tjetër, me të plaqë, valizhe, gjera tjetër, mos pagonte taksirat, mos pagonte... Pra, ti pretendon që ajo të ka... Ti pretendon që ajo të ka shfrytzuar? Shue shikoj se një femër që të do, nuk i dela shpirti, si kështu edhe mua, unë në ndjej akoma për atë, pavarësisht se ajo i iku, unë ndjej, se thash, njeriu duhet ta duash me të mirat edhe të këqijat që ka. Por çfarë ndodhi? Nuk janë... Çfarë ndodhi? Si u ndave ti me nënën e Klevjos? Vazhduan të thash, kjo... Shkoj në Sarand, pastaj kur erdhi këtej, unë e detyrova, i thash, do nxjerrësh dokumente, i thash. Do vëm të bëjmë cilëprimin, i thash. Që njerëz thoshte, jo, sot jo nesër, justifikoje, ashtu bëj, mendoj, kur ka marrë të gjendje civile, unë të polis atje kam gjendje civile unë, që e Sarand, e mora në telefon, se ja kam në telefonit atje, ndash se kur shkoj për votime, se votoj dhe në Shqipëri pavarësisht se jam me 2 shtetësi, dhe kom sigure. E mora në telefon atje, i thash ushu, i thash, kam gjetur një zonjë, i thash, dhe unë dua, i thash, të vitë bëjt cilëprimin, i thash aty. Më thot, kjo njerë e shikuja që për vite, kjo punë do më thënë për cilëprime për kështu, prapë e kishte si me pishmallën, do më thënë. Kishte edhe raste e rrë, më thosh mua që po të martojnë bashkë, thosh, do më ndjekës në bashkë mua, ti thosh, nuk dorim bashkë, do më thosh, po pse të më sërish me mua, po të ishë përplek, i thash, një qimë që martojnë, thash, cilë brojët bëhen, i thash, duhet të rinë bashkë, thash, ose të punosh ditën, i thash, e që ose do të arbër, thash, dhe mbaj për vete e kam thënë, se këtë pretendime e kishte që më përpara, jo. Donte që së punonte, ose ashtu, ose dhe nga mua, nga ekonomia time, ose nga të ardhë finanset gjitha unë në bankën e këtu, se kje shumë lek, kje kështu, po shtëpi, po atë, po të, do me thënë të shikuja që kjo nuk do të i burë me shpirte me e gjitha të të kishte, po shikon të lekun në mes, të ekonominë. E qartë, zotri, dua do të pyes, ti i e lënduar pse ajo të braktisi, apo ajo të ka bërë diçka të keqe që ti kërkon ta denoncosh? Jo, ka bërë një dëm shumë të madh për të dyja bashkë, po më shumë të, dhe më se kuptoj që ajo nuk më ka dashur dhe nuk bëtesh gjiku, patjetër. Dhe tani e mbledh dhe pak në mendje, se në fillim isha shumë e ashtu, po se më thonë njerë që s'të do, s'ke ta duash. Po faktikisht dëmbra re fort për atë njeri që e ke dashur. Dhe divorci është se unë e kisha për dytë dhe e kisha thënë, nuk dua të pësoj atë që kam pësuar i këtash për të dytë, se për mua është një vdekje e dytë, do në thënë i thash. Dhe unë nuk di që do bëj për veten time, i thash, që ose do më doni divorci tash, mund t'jap fund jetës time, jo njeri tjetër. Jo, kjo nuk është normale ta mendosh. Kjo nuk është normale ta mendosh për veten tënde, jeta... Unë, për më vajtë fillit shumë, unë kam ja 12 vjetë të divorcuar, edhe u lidha dhe me këtë ashtu, vajtë dhe kjo kështu, unë jam dhe me probleme shtetësore. Të shkuara. Po, të lutem, më tërgo... Dhe marë qemp,
tëra, ma ndim ekonomike, të janë barë, se të shteti konsoliduar së Evropian, dhe shteti këtu të mbanë, nuk është se të jetë Më trego të lutem zotri, më trego si u ndave ti me nënën e Klevios, do të thonë takimi fundit dhe sepema. Takimi fundit ishte neve kësaj vit plaka, punonte në një plak natë e ditë atje, aty kudo që vinim, kjo e shprehte në Vlinjerës që këtë e kam burë. Jemi burë, jetojmë bashkë, një tjetër, sepse mua më respektojnë njerëzit, tu nuk do të mburem, merr me të tiflavi, jam një ri, nuk jam as të merr me dallavera, as të merr me moralitet, as me njëra, as me tjetrën, më njeh jo vetëm Janina, po dhe zona periferia, Gumenica, Arta, Konica, Lartë, këto të periferia e Janinës, po dhe periferia e Sarandës dhe Gjirokastës bashkë, kam arritur deri në Fierën, në Lushnjë, në... Por si u ndave ti? Si iku ajo nga ty? I vdi plaka dhe ngeli pa punë pas ndaje. Unë i thosha, s'ka që ngeli pa punë, ajtë jemi bashkë. Punojmë bashkë, se unë kam nevojë për njeri me vete, i thash. Më përpara, para ca poshtë, kisha dikë që ashtu rargua, jepje 30 euro në ditë, edhe punojmë me fotoperime, ti më bërë. Më vonë, si që vdi plaka kësa, i thash, se në fond e punë. Si ka fond punë ti dhe thua që biles, kur vajtëm që bëm shpallin e martes në përgjine civile të përkacet, kjo ishte me plaka në akoma. Edhe kur di plaka, respektuam atë familje, pavarësisht se kjo kishte bërë ca dallavera, ca bllokë në atë. Kishte dorë kudo që vinte, e kupton se çdo më thon dorë. Është e rëndë akuza. Po është e rëndë, po është me fakt. Dhe unë kur arrita në këtë gjendje tani unë do t'i thirr tra se i kam faktuara. Bile për veten time unë jam drejtuar organe kompetente këtu ligjvendëse, jam drejtuar policisë asfalit që quhet këtu dhe prokurorisë. Për veten time flas, po situar dhe të tjerat. Çfarë ju ka vjedhur ju nëna e Klevios? Një shumë të konsiderueshme erën e dytë, se iku erën e parë mori pjesë, i di dhe Klevja këto gjëra, se e ka prezentuar këtu, e ka prezentuar, e ka lafosur këtu në mes, kur iku erën e parë iku vajtin e motra, ka një motrë këtu, pa dokumenta, pa gjibregjeri dhe motra, që u shqiput, do më thënë, ishte edhe punë e motrë, që motra që më lidhi mua, që ishte në atë fshat, i di plako atje, erdi këtu në Janin, punoj këtu me një plak tjetër, me të një familje më duket, edhe i vdi dhe kësaj, po aty një përshish një diferencë një avore, njëra me tjetërën. Edhe këto bashkua të tyja, pasaj dhe rini në stani ku i punon në buri kësaj motrës që ishin lartë. Nëse do t'i tregojmë gjëra zotri me detaje, do na duhen orë të tëra të rrim në këtë live. Por dua të them diçka. Ju sot në këtë live me Odetën keni hyrë që ajo të dëgjoj, apo është një shenjë hakmarrje ndaj ish partneres për gjithçka që t'ka bërë? Dua të tregosh sinqert. Të dyja bashkë. Të dyja bashkë ja thash që përpara. Mos bëj lojra me mua, i thash. Atëherë zotri, të lutem, më trego ndarjen, të kam pyetur disa herë, si u ndave ti me nënën e Klevios dhe çfarë të bëri ajo në momentin e fundit? Këto kohë që ishim, do më që ishim vdekur plaka kësaj dhe plaka e motrës saja, ne vinim bashkë për të shitur fruta perime. Kishte ditë kjo që nuk donte të vinte. Një mëngjes që u largua në Kallamat në Megalopoli, në fshati qyteti motrës saja dhe në Konati. Ajo ishte në motra në stani atje, në një dhomë që kishin atje. E marrë telefon në shtëpia, unë do dalim, i thash, të vëm të shesim. Jo tani, jo më dhe mezi, jo jam sëmur, jo këtë atë justifikimet. Mos hajde këtu se vjen pronari dhe të shikon këtu. Pronari, unë e kështë shuar këtë punatin e saj atje, për shopan. Pronari kështë respekt, për mua dhe kam. I thash unë, ti që problem që i thash unë, në që se ka problema i më thot mua, i thash, ti shë shumë. Dhe unë vënoha pak si dola nga shpia, se edhe me problem shtenësori që jam kështu, i rënduar me diabete me zëma me thot. Dhe vete atje nuk e gjej, kjo kishiku.
që e përgatitur para, po mendoj dhe këtë se pash që kjo u shtrit në krevat atje ku qej, kur e mora unë telefon, gjëja si kur qej aty, ose si kur po flite gjumë që të mystifikoj mua. Se unë jam nga pramës, nuk... Dhe... Asu në va 10 minuta unë, si ka po si që u përgati kjo dhe iku nga shtëpia, atje ku ishte, edhe që kësyre Baxanaku ti mund ta them, edhe po zhvishe atë do vite me partit se i kishte shuar shumë dhe i e pyes ku është zonja i thash? Lela i thash? Më tha mua ka se një punë, tha një punë kështu aty me këtu tha. Po më bie telefoni s'ma hapi thash. Pa merë ti thash s'kam tek telefon më thot. Pastaj vjen djali këtu. I them ti Kleves. Po shumë ma e thënë, po më thënë edhe më shumë më thënë që ka i punë. I kish marrë plaçkat këte roba të valiqet që merte gjithmonë kur ishte në përpleq, i kish marrë këte dhe kishën në motra. Pse nuk i le këtu në shpitime, i thash? Le gjërat këtu në shpitime, i thash. Kemi vënd këtu një tjetër. Po jo, ja ti kem atje, jo, shruja, ashtu. Ja i marrë, sot i marrë nesër, do në kishte për të bërë diçka. Dhe nuk e di pas ndaje, e marrë telefon neve, nuk e gjetëm. Nuk ka ngritë telefonin, mua s'ma ngritë një farë, vite zile se ngritë, jo se mbylli. Vite zile se ngritë, e merë djali i që dhe djalin. Jo atë ditë në darkë, po jo atë ditë në darkë. Merë dhe një zej vapur dhe thotë, i thotë djalit që, po i ki për në një punë, po nuk veti se këto vete. Anormale, jo normale. Zina e se këto vite? Në prevezi, thota, nuk e di se ku i, ju vetë, nga momenti që ajo iku dhe deri më sot, keni folur ndonjëherë me nënën e Klevios? Ishte ikje e parë kjo, më vonë pastaj e morën telefon ditën tjetër, e mori djali, se jo morën të motor në Kallamat, se menduam se ishte në Kallamat, edhe ati që vërtet me Kalopuri. Dhe foli djali, që që maja, qua ashtu po me rezervat, ashtu unë erdha për të punuar këtu, unë kështu unë po me se iku nuk e morën vesh, mund të iku me taksi, me në një partner tjetër, nuk e ti, se me autobus nuk ka iku, se po këthyë pas në tha që, pastaj më merë dhe mua në telefon, dhe më thot mua, unë të vi, thot që dhe djali, mos gënjej, djali nuk deshin që është në filani këtu, që partnerit tënë që të ashtu. Dhe unë më mori mua, pasaj se ta djali do vish, hajde tu se jam përkshu, jam presionuar, nuk të dua përgjit, të dua si nërë, për erën tënde, më the thashe, hajde se ka punë plot këtu erdi pas 3-4 ditësh erdi këtu. Kur i futu në tjemë, kishë marrë 500 euro. Do t'i them. E qartë, të kishte marrë këto para pa djeni. Por dhe pa djeni, po. Dhe erdhi këtu, më tha që në telefon, ashtu po dhe kur erdhi këtu e t'gjojnë e djali vetë, më tha mua do t'japa do i të mora, tha, ka pim bëra që i mora, një tjetën, ja është djali vetë, nuk është i vogël djali që ta manipuloj unë një tjetën, do t'jap, do t'i bëj, po nuk bëj dha. Nuk zgjat jas 8-9 ditë, i ku ka. Vajtëm sa e në për spitali që vinja unë të shkojt në një laçë, në një këshu që i shkojt në spitali këtu, e mega me vete, kjo, sa priste që vinja për doktora unë prisja radhen, dile shikoja kjo me telefon dhe e fshinte telefonin, e fuse në vete, me di klafosi. Mi po dhe këtu në shpi, por erdhë njerë, që erdha unë, erdhi këtu në djali, shiej, bante edhe do të dhe shumë djali që futi në banjë, lafësoj telefon, dite jashtë në shi, kur erdha e gjeta unë dite që do ikte, ishit në tarkër ishim bashkë në shpinë time, më thotë mua ati kine djali unë, mori një shumë të madhe. 5.000 euro. E në fundit, ja të thot djali. 5.000 euro, 5.000 euro. Ajo të ka vjedhur 5.000 euro ditën e fundit që iku? Po. Dhe më thot mua të vem në djali, sot e thot vetë të rinë në djali. Po ishë vojë që ora 2 natës. Qa që ora 12, një? Ora 12:30 në që. Kur erdhëm tu. Edhe më thot mua të vetë të rinë në djali sonde. Bëri këto e prim pa sa do e ikë në djali. Unë pa shumë, do më thënë, i pa djallëzuar. Unë ato lek isha mbledhur se do vija ditën e nesërme
do vjen në spital, do merrja rekomandim, do ikja në Alcinë për bypass në spital privat dhe i kisha për operacion. Operacioni bënte 3.500-4.000, po lekë dojnë vetë, gjithë se lodhe njërën tjetër. Pak rëndësi ka, ato ishin lekët e tua, për çfarë do i përdori ti, ishin të tuat? Po, jo. I kisha për të punë, se unë kisha mbledhur, domethënë nga pushimet e mia, ndihmuar dhe motra, to. Edhe vitë të nesërmen, jo të nesërmen, u qoha që bëhon, si që është zakonisht, erdha këtu. Nuk e gjeta këtu në shtëpi brenda, që është dalë amnitudje për la fosin telefon, shiu litar, që bërë ujë. Edhe vitëm djallë në tu, djallë po vjen e gjumë. Ku është, mama e thash? Po nuk e ti më thëmë të vërtalë, dhe thëmë. Dyshuam pasë nga vajta, ashtu i bje Boris makinës, unë që ta vjen se është pi private këtu në arë, të nga ishte për shkapurina për ato, ujnë bërë komplet. Po bideshi, qa për shumë i thashtë në jashtë nga balkonit, apo t'ishe tuti i thashtë t'i dje për ujë, i thashtë në jashtë, i thashtë që për këture balkonit, balkoni në qo se kishte ujë, i thashtë du t'afshiste të shi, do t'afshiste për shve shiu. E njëre tjetën, qa për vëprimi për e mbrëm në mua, i thashtë, dhe i ke fsheuras, i thashtë. Më tha mua, ma bëri me shenjë shu. Je, po shjende i thashtë që ato që për i thashtë. Për ato që marë i thashtë, po, më tha mua, po mbyllë, më tha mua se djallë nuk do. Djallë, ja, po shtu, nuk do t'i bëqefin, po, në qo se t'i gjoj për vjedhje, për gjera shu, djallë i azaroj me të. Edhe mirë bënde. Nuk fështë që bënde një veprim palishëm. Kjo situatë është e rëndë, kjo që po dëgjoj. Nëse nëna e Klevios e ka bërë këtë veprim, është e rëndë. Shumë e rëndë, dhe unë kam shkuar në organ kompetente, thash. Pra, ju e keni denoncuar për vjedhjen e parave. E kam denoncuar, po. Por në momentin që ti e kuptove, të lutem zotri, në momentin që ti e kuptove që ajo ti kishte marrë lekët një natë para, ti vajtet e shtëpia dhe u kuptove. Jo, atë dark, që jelën më tu. Po, atë dark. Dhe ti erdhe dhe e takove. Po atë nesërmen. Unë vetë isha në shtëpi, po shmerdi natën, më hapën derën dhe me morën. Po pra, të nesërmen ti e takove të shtëpia e djalit, e Klevja. Pastaj ajo e pranoj vetë, po tha, e kam bërë atë veprim, tha. I kam marrë, tha. Por ç'a ndodhi më pas? Ti ja kërkove parat njep? Dale, shumë i pranonte çdo gjë, dhe folën për shpirat e kapin, se kanë kapur për shpirat që vite, aty punonte me plaka. Ka vjedhur shinshira ora gjëra. Le ato. Lorini, nuk do t'japim ato se është prokuroria në hetim. Ato gjëra. Dhe në këtë kohë unë erdha futa në shtëpi, po dha me djalin. Që një të jetë çantën në krah, ose do vite me mua. Po dhe çantën e që marri femra të krahë këto me dy pa qenë në furish. Dhe një të talë dera, o thash, që ishte këtu? Të presë këtu, më tha mua, që plafot që unë të kishte të fojtë të largohesh, që mos i shkoja unë të nasyt. Të presë këtu, tha që të dalim, tha, të shesin fruta, peripe. Për jashtë terës, do më thënë. E qartë. Edhe unë, pa, ashtu, thash, unë përpretë, të kuptove, thash. Edhe unë, as 2 minuta flafosa me djali, unë brita, shikoan dhe këte, folan dhe këte, shumë me zë, këtu në përpara o bërë shpis, iq, e marrë telefon, s'ma apë telefonin, ma apë pas një 10 telefonatës, ku i e moj, thash, me zimer të frymë. Se po ese, si duke me vrapa, dhe kështu. Ja këtu afë shtëpis, që mund të merë shak këtu, ta përvojen këtu, dhe ajo për laborësh. E qartë, ta kuptoj. Ka që ishte, i bje telefonën më vopra pasaj, pastaj pas një dita nuk e di, binte zilja, binte, ma bloko telefonin, më bën blok në telefon, më bën blok në Messenger, as një lloj komunikimi, e dinte asë që t'i thosha unë. Nuk ishte puna se ajo, po t'ishte që ajo të divorcoj, thjesht, si divorcoj do njeri, dhe unë shardoj pa asgjë. E qartë, kur një njeri nuk të do, nuk të do Iku, po e kishte aldin e lekve se do i thosha për lekët. Edhe nga dhe jo, i mbylli telefon, i mbylli tëra ato, por edhe tjetërën, nësa ka marrë vesh dhe nga një motre saj, që ajo pas ka marrë një burë tjetër, grek. Do nuk realizua ajo që i thash, që më tha mua që se i thash, unë ja pratë qartë, do të bëjmë cili primin, thash, po do të bëjmë mirë vetën, i thash. Nuk los më unë, i thash, si shtë thash, por përpara. Bëmë cili primi, i thash, kem ka qëvoj që i bashkjetojmë, i thash, me njojta të njojta, i thash, pra në të bëjmë cili primin, mbyllet çdo gjë këtu, i thash. Zotri, sepse koha ikën shpejt dhe dua të pyes. Klevjo më tha që emisionin e parë nëna
burri i tezës, tezja e kishte parë, dhe jam e sigurt që dhe këtë emision ata do e shikojnë, edhe nëna e Klevës do e shikoj. Çfarë do i thuash? Kush është mesazhi jot që do t'i përcjellësh ish partneres tënde? Unë do i them në atë parë gjuna për djali që e kalon rrugën, se djali ka dhe psikologjika, djali është i rënduar. Jo vetëm tani, po që në moshë minore që ka ngelur vetëm, që ka pësuar traumë. Si pësuar të tërë fëmijët dhe kur i kanë prindrit. Do anë kur divorcohen, kur rinë me nënën, e kanë në qikë më ndryshe, po kur janë vegjë. Kë ka marrë goditje që kur ka qenë vetëm që se e tregoj në seansën e parë që bët, i tregoj tërë ato, dhe gjë e parë të mos e lërë djalin se do ta mbas. Një vjetë vetëm ka. Djalin e këtë gjendje, unë po e ndihmoj në maksimum sa ka mundësinë, ndaç nga ana ekonomike, ndaç nga ana psikologjike, po i flas, të më si fëmijën tim. Bravo. Edhe më vjen keq se unë njojta dhe i thash, në qoftë më gjetë pengim, më thosh edhe këtë, penges djalin. Po ja unë kam djalin ashtu, le ta kesh djalin, i thash. Djali tënd do jetë djali tim, i thash. Derisa unë dua ty, i thash, dhe do të bëjmë familje bashkë, i thash. Djali tënd do jetë djali tim. Djalin tënd do i thash, unë me sa të ketë mundësinë djali, i thash, do ta vë unë në vijë, i thash. Bile do t'i bëjmë dokumenta, i thash, dhe dokumenta greke, i thash. Do bëjmë bashkim familjar pastaj më vonë, i thash. Pavarësisht se është në moshë e madhe, i ka duar 18 vjeç, po do i bëjmë bashkim familjar, i thash. Do të ana tënde se djali tënd, i thash. Zotri, të lutem, unë nuk të njoh ty dhe nuk ta bëj qefin askuj sepse nuk të njoh, por thjesht fakti që ti mesazhin e nise, kujdesu për djalin, bravo, sinqerisht. Jo, unë këtë kam thënë shumë kupton, një të thash tërë jugu i Greqisë, do më thënë veriu si bie këtu, Janina, Veriu i Shqipërisë. që apo komplet me njohje të tërë dhe nga ato që vetëm për rrugë më përshëndesin, më bëjnë, nuk thash, nuk jam as imoral, as ajdut, as mashtrues, as çfarë të them, kam ndihmuar shumë njerëz për dokumenta se kam patur mundësinë. U kam dhënë viza pune. Çfarë do i thoshe tjetër? Çfarë do i thoshe tjetër? Kryesore djalin dhe tjetra, në qoftë se ajo mendon kthen mendje ashtu tëra, unë i them mbrapsht të tëra se kam të drejtën ligjore, ndaç dhe për punën e lekëve, ndaç çdo gjë, ndaç prokurorit të ndryshëm, po edhe në gjykatë në momentin e fundit njeriu mund të rrihet. Pra, nëse ajo kthehet tek ju e keni falur. Këtë po kuptoj. Po, e kam falur në qoftë se do kthehet. Por edhe në qoftë se s'do prapë me mua, të kthehet për djalin, prapë diçka do ta lehtësoj. Mirë, më lejo pak të flas me Klevion, sepse Klevio më ka dërguar disa audio, ku jeni dhe ju zotri, që keni një debat me njerëzit e partneres tuaj. Pas live-i që Klevio ka qenë me mua, ata kanë reaguar dhe kanë marrë Klevion. Klevio, ty të kanë marrë fillimisht apo juve? Jo, kanë marrë mua, në telefonin tim këtë po. Do me thënë, Klevio denoncoi, ty të morën. Po, mua më morën. Po? Po, për të dy kërcënuan. Po, edhe për mua, dhe për djalin. Por pse? Kështu zgjidhen zgjerat me kërcënime? Pastaj telefonate, unë nuk jam fajtor për këtë gjë, dhe ai punati tim, po dua përfill punati tash, bazanaku tim, më fal, po të dua e përsërit prapë atë që e kam thënë, dhe unë nuk jam thënë ndonjë gjë ofenduese, po e kam pritur vazhdo i kam thënë, dhe ai më ka thënë shumë fjalë ofenduese, dhe unë prapë e kam pranuar që të tërë jam me gjatë, mund t'i kthehet ndonjë përgjigje unë, po jam shumë thash, aty duket njeriu se çfarë njeri jam, nuk do të bër veten. Dhe i kam thënë që se më ka thënë unë do vi tani, do nisem tani dhe unë do të vi të vras që të dyve, ty në radhë të parë, edhe atë dhe këtë. Edhe më ka fjalë ofenduese që i keni dëgjuar aty. Por Klevio nëna të ka marrë në telefon? Urdhë? Pyes Klevion, Klevio të ka marrë nëna në telefon? Mua të thënë të vërtetë mori, jo mori, e more ti, e more ti, para se të merte ky, bazanaku, u fund në WhatsApp, ka se tenton të gjithë një. Ja, ta dëgjoj Klevion. Do të dëgjoj zërin nënës, shkurt. Disi edhe kur ti dërgonte në mesazhe, më thoshte mua, thoshte,
Po sa them. Shiko, po dërgoj mesazh, mama, më bëri këtë, më bëri atë, gëzoj shpirtërisht, kupton? O teta, dëgjoj pa një sekond. Çfarë të tha? Mua jo mamaja ime, më ka vëllë mua një shumë të madhe lekë si ta thash rande parë. Një farë 3 mishe. Klevjo, Klevjo, të lutem. Edhe njerë sa vjeç jeni juve? Unë 24 vjeç, 25. Klevjo, je në moshë madhore. Pa dushim që mban përgjegjësi vetë për çdo fjalë që nxjerr nga goja. Po do t'jap vetëm një këshill. Mos haro, ajo është nëna jote. Zotrin që ke në krah ka qenë partneri. Ti ke lidhje gjaku me atë. Ta jap si këshill si djalin tim. E kuptoj që të dhëm shpirti, je i lënduar, por ndoshta mos duhet jesh pak më i rezervuar. Nuk e dua si nën atë. Tani me këto gjëra që ka bërë tani këto kohë të fundit, unë më shumë më ka rritur vetmia, vetja ime, domethënë më hapur syç i vogël. Nuk është ai tani u bëra 25 vjeç jam burr sot. Unë jam bërë burr para kohe. Po bëj burr para kohe të luash me lodra, jo të luash me pundra. Ti ke vetë fëmijë, e kupton. Po një nën si puna ime që ka ndëruar kaq burra, edhe ka një djalë me një burr, edhe lë një njerëz që ti forcuar 12 ditë edhe e luan me këtë personi dhe ta lë personin dhe bëri si punë babait tim me ti për lidhje dhe tani me këtë dhe ti me një tjetër kjo nuk është mama, po kjo është më fal po shpjallori, kjo është dëshërimi i mëmave shqiptare që ka prishur dëshërimi kombëtar. Ti, o teta, dume. Këto nuk janë nëna. Këto janë nëna po t'djegu me benzinë. Mua më faqet e nëna ime, po si puna ime ka plot. Edhe këto i bën një këshill shumë të madhe çunave të mi të moshës time sot, që janë 24-25 vjeç. Nëse keni nëna të tilla, mbani kokën lart, mos u dorëzoni, jeni bërë burra vetë, parasysh jetës të keqe apo të mirën, apo të ligën, kjo është jeta, kjo është fati, mbani kokën lart esi përpara. E në nuk keni që doni. Më ka bërë mua, ja mua më ka bërë çdo që nëna, babaju tim që ja muna, më ka bërë mua me ato personin, me këtë tipi që shkon këtu, me këtë personi zotrin, me tjetrin, e kështu dhe me radhë. Boni zoti së vetes, thjesht unë këto do ta në emision, thjesht po ta degeneruar o teta. Nuk dua se nuk e kërkoj, kam kërkuar 1-2 herë, nuk reagoj. Edhe sa përket po këtë emisione që ne përmendin emrin mamas time, themi këto gjëra, prapa ajo s'ka frikë. Nuk del në emision të komunikoj, se del e vërteta pastaj që thotë çdo thot. Ka të drejt djali, apo ka drejt ish burim që kam me djalin, apo ka drejt zotria, apo ka mu faj. Normal, nuk del ajo. Çfarë të tha në telefonatën e fundit pasi bëre live? Më tha vetë nuk kash. Më tha që po ti më tha mua e pesë që bënë në live në ato po. Se çfarë bëti në komente më tha më, çfarë bëti në komente më tha më. Që do më në komente kishte se tani sa me trume ka të drejtë shtrembra. Po me komentet mos u merrni, me komentet disa fake. Pra, nëna nuk të tha... Po, me sa para shumë në komente, të tërheqin me Klevjon. Klevjo. Jo se ishin se ashtu, Klevjon me një njeri, po... Ajo që mua më përshtypje është, nëna nuk të tha pse e bëre atë emision dhe pse më ofendove, po të tha të shanë në komente. Po, kaq. Nuk do t'ja t'i falë ajo, vete apo s'vete do degeneruar, apo ajo thotë një shprehje. Unë s'kam për bëra, thotë jetë tëra brapa, thotë. Nuk më intereson, jetë tërë kështu brapa. Dhe thotë kushtoj. Thotë që duan, thotë. Do me thonë, ajo nuk propja shtypen të degenerohet, apo ka cip, ka një familje, ka një baba, një mama, nuk do t'ja t'i falë, thotë ta. Për mua kjo to nuk janë lëna, më falë, po dhe kita emisioni, to janë degenerim Shok me shok, ishin festa të Krishtlindjet që festojnë në tu, ishte vitiri dhe atë të mos e marrë në telefon nëna, ti thot alo, as mesazh. Si që dërmon të përpara. I thoshte gëzuar viteri djali. Merë shok me shok në anë botës dhe Amerika dërgojnë ato. Dhe ajo nuk e uroj djalin. Nuk i thot djali se ke për të ngrëna për të biro djali, apo jo, e di që djali saj, nuk është i zoti ta menaxhoj vetë jetën e tij. Se ka, prapambeti shumë. Klevjo, unë ajo që të këshilloj është... Dhe unë i vi 2-3 herë në ditë të djalit, këtu e ndihmoj dhe me ushqimore dhe me kështu, e di vetaj me cigare, se bide cigare këta. Edhe, do me thënë, unë e kam bajtu të dërkaq dhe po interesohem që t'i nxjerrim dokumentat, kur të praktisu nga prindrit e ashtu, quhet dhe vetëm edhe do t'i nxjerr dokumentat. Klevjo, ajo që këshill që t'japu, nëse nëna nuk do të hapi telefonin,
Ti vazhdo rrugën tënde, vazhdo jetën tënde, bëu një djalë i mbar, mbaj kontakte me babain tënd, qofse dhe ai nuk të ka braktisur, dhe respekto njerëzit që qëndrojnë afër teje dhe the shumë bukur, unë nuk dorëzohem dhe nuk e pse dorëzohesh se je një djalë i ri dhe jetën e ke përpara. Pa ngritur meritat e zotrisë, unë nuk e di historinë, thjesht nga ajo që dëgjoj krijo opinionin tim. Bravo zotria që ke në krah, që dhe pse nëna juaj e ka braktisur, i ka bërë dëme duke i vjedhur shuma të mëdha parash, ai vazhdon të jetë pranë teje, sepse mbi të gjitha është njëri dhe e kupton nevojën tënde dhe kupton dhe problemet e tua psikologjike të mbartura nga fëmijëria. Kështu që unë të uroj më të mirat e kësaj jete. Zotri, nëse ke diçka të fundit, meqenëse që e nisa me ty, ta mbyll me ty, nëse ke diçka të fundit do të dëgjoj. Nëna, do të thënë djalit dhe partnerja time, në qoftë se do kishte kundërshtime, do të reagonte. Do të reagonte edhe ajo si punë e djalit ashtu si punë time. Live, ishte në live në dëgjoj emisionin dhe ka ditë që është në emisionin. Po për një javë ca. Po, e vërtet. Po ajo nuk përballet dot me realitetin. Kjo është. Sidomos me vjedhjet ka bërë këtu në drejt që ka punuar, janë evidente dhe janë vjedhje shumë të rënda. Edhe më shumë nga mua në një vend tjetër. Gjithsesi, ka marrë gjëra monetare të shtrenjta, verdhushka, flori. Nëse zonja... Mos e gjatë shumë, ja kam thënë me mua, i thash. Jo se kam mbrojtur se që të vite, po nga kësërime që më ka bërë, se më thoshte do të largohem do ashtu dhe nuk doja që të pësojnë këtë dramë, dhe kam dhe një indiferent në ato veprimet që kam bërë në shpite tjera. Bile, u kam thënë faljani, mos e qojnë në polici, në familje fundit që a qenë tani, i mbajtë dhe leket e di vetë ajo, pra ndaj në përballet ajo dot. Kanë frika vërtet. Ajo ka frika vërteta. Ria live. Unë po tisha të më akuzon të t'i fush, jo, nuk ria jo. Nëse do kem reagim nga zonja, nga nëna e Klevios, nga Tezja, patjetër do të njoftoj dhe nëse ajo do të jetë përballë apo qoftë dhe Tezja apo burri Tezës, unë më njëherë do të njoftoj. Jo, me ata më do ose me burrin e Tezës po përballë me atë, se më ka thënë ai që punata ti me vjedh. Më ka thënë ai. Por që ta mbyllim këtë live dhe uroj më të mira dhe mbetemi në kontakt. Zotri, të përshëndes, Klevjo, të përshëndes dhe të përqafon. Faleminderit. Mirupafshi. Për emisionin dhe je shumë të respektuar, jo për ne, po shikoj në tëra emisionet, fomentet, të tëra ato dhe like që bëjnë, do më thënë... Të falenderoj. Shumë. Të falenderoj. Mirupafshin. Shumë, gjithë mirat. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrorat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 më keni këtu. Faleminderit që më ndiqni. Takohemi nesër. Mirupafshim.